Nëse i dashuri apo burri yt lëviz pa pritur gjatë gjumit, mos e injoro. Mund të duket e padëmshme, por nëse ndodh shpesh, mund të jetë shenjë e diçkaje më të thellë. Shkencëtarët e quajnë këtë fenomen hypnicierk dhe ai prek rreth 70 të njerëzve në mbar botën. Por ja çfarë është e çuditshme, ndodh më shpesh tek meshkujt dhe askush nuk e kupton plotësisht pse. Teoria kryesore thotë se kjo ndodh kur truri kalon nga zgjimi në gjumë të thellë. Për një çast shumë të shkurtër, ai ngatërohet dhe mendon se po bie. Për të shpëtuar, truri aktivizon disa grupe muskujsh për të ndalur rënien, dhe trupi lëviz pa pritur duke të zgjuar. Ndonjëherë kjo është aq e fortë sa të zgjon plotësisht, me zemrën që rreh fort dhe trupin të tendosur, sikur sapo i shpëtove diçkaje. Së fundmi, studiuesit kanë zbuluar një mënyrë çuditërisht të thjeshtë për ta reduktuar këtë fenomen, uljen e stresit dhe tensionit para gjumë. Rekomandohet të shikosh video qetësuese.